Hoxhë, është sadakaja vetëm dhënje të hollave, domethënë pasurisë, apo ka edhe? Po. Në esencë, sadakaja nënkupton dhënien e pasurisë të hollave tek ata të cilët kanë nevojë. Kjo është esenca e sadakas. Kur flasim për sadaka, nënkupton çka? Me dhënë prej pasurie. Mirë po, a është veç kjo? A mund t'japet dikush i cili nuk ka me dhënë sadaka? Ka mundësi. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, edhe çdo tesbih që ju e bani është sadaka. Ai i cili thot subhanallah, subhanallah, kjo është sadaka. Tha çdo elhamdulillah, por ju është sadaka. Çdo la ilaha illallah, por ju është sadaka. Çdo Allahu akbar që thoni, kjo është sadaka. Çdo urdhër në të mirë është sadaka. Çdo ndalim nga e keqja është sadaka. Krejt këto i rumbullakson nëse njeriu e fal namazin e duhas. Është një namaz i njohur, i dobishëm, me shpërblim të madh shumë, që ka mundësi njeriu me fal pas sabahut një kohë deri pak para dreke. Nëse i fal 2 rekat, ajo ja plotson krejt këto sadakaja. Në një transmetim tjetër tha, njeriu në trup i ka 360 nyje. Por secilën prej tyre kërkot me dhënë sadaka me falenderu Allahun azza wa xal. Allah ta ka dhënë këtë shëndet. Të të mira, që lëvizin, gjymtyrët, shfrytëzohen, për këto me dhënë sadaka. Sa? 360 herë. A mundet dikush me dhënë 360 herë sadaka? Nuk mundet. Po si ka mundësi me mbri këte? Me subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, urdhër të mirë, ndalimin nga e keqja, me i falë 2 rekat apo 4 rekat namazit duha, e ka plotsu këtë sadaka. Pra a mund t'jepet sadaka edhe ndryshe? Sadakaja është edhe ndryshe, është edhe ma gjanë, edhe ndihma ndaj tjerëve, afërsia ndaj tjerëve, e kështu me radhë. Gjitha mund të hinë në atë ombrellën e sadakas. Mirë, po esenca e saj është me ndihmu me pasuri atë i cili ka nevojë. Alhamdulillah.